Rikthehemi përsëri bashkë në studio të nderuar shikues, jemi në pjesën e tretë e emisionit, do të lëm pas politikën, do të ndryshojmë temë tani, do të flasim për një temë sociale. Në fakt, është shtyrë në kohë për shkak të fushatës, procesit të zgjedhjeve dhe jehona që pati procesi zgjedhor, por në një kohë që lajmet prevalonin me adoleshentët apo me këtë fashë moshore ku në edicionet e lajmeve kanë qenë kryefjalë raste të caktuara që ndonjëherë kanë shkuar fatkeqësisht edhe në fatalitet, menduam që në këtë studio sot të sillnim një temë sociale siç është komunikimi me adoleshentët dhe sa e rëndësishme është të bisedosh, të komunikosh me ta dhe të kuptosh botën e tyre e më pas për të folur edhe për ngjarje që kanë ndodhur. Kështu që me mua në studio është sot zonja Anila Hila, arsimtare. Mirë se vjen në studio. Mirë se ju gjeta Nisida, falenderoj pikë së pari për ftesën dhe gjithashtu të përgëzoj shumë që ke gjetur një ndër temat më të rëndësishme të aktualitetit dhe më me pesht, sidomos për këtë moshë të cilën do të flasim sot për periudhën e adoleshencës. Fillimisht dua t'ju pyes ju si mësuese, si pedagoge që jeni gjithkohës me studentët e sidomos me këtë fashë moshore që janë adoleshentët. Pa dashur të kaloj në detajet e ngjarjeve që ne kemi përcjellë dhe më herët, por sa herë shikoni ngjarje nga kronika që kanë në fokus adoleshentët, si ndiheni si mësuese kur jeni çdo ditë në kontakt me ta? Është një pyetje shumë e rëndësishme, por në të vërtetë ndjesia nuk është vetëm si mësuese, por më tepër është edhe si prind, duke qenë se jam dhe prindi dy vajzave. Dhe nëse do të futesh në atë ndjeshmërinë shumë të madhe, është edhe një ndjej shumë e fortë, po dhe një keqardhje, që të mendosh ato raste fatale të cilat ne edhe i kemi dëgjuar apo i kemi përjetuar. Normalisht të vjen shumë keq, por nuk do doja që të qëndronim tek ai aspekti negativ, por pikërisht për këtë jemi sot, që t'japim mesazhe të forta, thirrje të forta për të gjithë këto zinxhir të shoqërisë, të cilët nuk duhet të ndihen keqardhje në momentin që ndodhin, por duhet të gjithë së bashku të jenë në unitet të lidhur fort për t'i parandaluar. E qartë. Por ju jeni mësuese biologjisë, e kimisë, janë lënë biologjisë sidomos që i ka shpjeguar dhe është shumë afër me nxënësit, sikurse në shkollën tuaj ka kontakt vazhdueshëm edhe me psikologun. Dua të di si është komunikimi me adoleshentët, çfarë paraqesin ata? Ka karaktere të ndryshme, temperamente të ndryshme, por e përgjithshmja si është? Më pas për të shpjeguar disa procese që duhet i sjellin në vëndje për publikun se çfarë ndodh në adoleshencë. Është drejt, Nisida, absolutisht, është një marrëdhënie e parë kryesore, është marrëdhënia që ne krijojmë edhe me prindrit. Është një marrëdhënie transparence, sinqeriteti, vjet e re, domethënë kjo lidhje kaq e ngushtë dhe transparente, për më tepër që jo vetëm që ata na komunikojnë shqetësimet që kanë me fëmijët e tyre ose ndryshimet që sjellin sjelljet e tyre në familje, por edhe nga ana jonë, nga ana ime apo gjithë stafit vjet e re një përgjegjësimë shumë e lartë, një marrëdhënie shumë e sinqertë, korrektese, ndihmë dhe bashkëpunimi. Por ajo që do të ndaloja pak Nisida është për të theksuar dhe shumë e rëndësishme që psikologu bën edhe këshillimin prindëror. Pra, këtu nuk kemi vetëm një marrëdhënie fëmijë, prindër, psikolog, mësues, por i kalon përtej kufive. Po sa funksionon ky zinxhiri? Tek adoleshent. Prind, psikolog, adoleshent, mësues. Atëre, ajo që vëre unë, dhe unë duhet jem shumë e sinqertë dhe realiste, është një zinxhir i fortë, i prekshëm, i admiruar dhe me shumë sukses. Nuk po them që nuk shfaqin situata, sepse vetë mosha ka situata të ndryshme dhe nuk mund të themi që është gjithçka në 100%, por i mbëshohet shumë aspekti të sjelljes, ndryshimeve që ata pësojnë, sepse është shumë e rëndësishme që ata kanë ndryshime. Çfarë ndodh në këtë fazë? Për të na shpjeguar më tepër që ta kuptojmë. Pikërisht, është faza, adoleshenca është faza midis moshës si fëmijë deri tek i rritur. Tek vajzat është mosha 12 deri në 19 vjeç, tek djemtë është 13 deri në 19 vjeç. Vjen pak më me vonesë tek djemtë. Gjatë kësaj periudhe vjen re jo vetëm ndryshime fizike, por kryesore janë ndryshimet hormonale, ndryshimet psikologjike,
ndryshimet emocionale, ku secili adoleshent ka filluar të shfaqë të ndryshime, por duke ndërtuar gradualisht atë personalitetin ose identitetin e tij. Prandaj ne jemi të gjithë së bashku, mësues, prindër, psikolog, shoqëria e cila duhet të ketë një ndikim pozitiv. Atëherë të gjithë së bashku ne duhet që të kemi ndikimin tonë. Kushe? Jo, përfundojeni ju, lutem. Faleminderit, sepse në këtë moshë adoleshentët kanë dhe ëndrat e tyre, kanë dëshirat, kanë pasionet, por për t'i realizuar ato, kuptohet që kanë edhe vështirësit e tyre, sepse ndërkohë që ne kemi këtë objektivin gjithë së bashku që të qëndrojmë pranë, të dëgjojmë ata, të komunikojmë me ta, dhe kjo është shumë primare, unë këshilloj vazhdimisht, do me thënë me ta sinqeritetin, komunikimin, të dëgjuarit, kemi dhe një anë tjetër, një medalje tjetër e cila unë ndikon atyre negativisht. Pra, ndoshta është interneti, i cili ka aspekte teknologjia e vrutshme, po që ka, nuk mund të them që është 100%, sepse është... Sa ndikojnë tek adoleshentët këto episode që i shohin në rrjetet sociale? Po, ka ndikim sepse në këtë periudhë, sikundër ata kanë ato ëndra dhe dëshirat që të ngjajnë prindërve, të bëjnë më të mirë se prindrit, ose marrin dhe modele, dhe shpesh herë do doja ta theksoja se ndryshe kemi kaluar në një adoleshencë dhe ndryshe vitet e periudhat adoleshenca ndryshon. Pra, duke futur dhe këto aspekte, e rëndësishme është të theksojmë që marrin modelet jo pozitive. Pra, nuk po themi se interneti nuk jam me atë që marrin vetëm anët negative, sepse ka një rol pozitiv dhe interneti, por ata priren për shkak të moshës së tyre të zgjedhin ato modelet të cilat japin jo anë pozitive. Në këtë pjesë dhe në këtë fazë të adoleshencës, kush i shfaq më tepër problemet në komunikim dhe përrjedhoi edhe në sjellje që ndoshta mund të jenë të papëlqyeshme shpeshherë, vajzat apo djemt më shumë? Kush prevalojnë më tepër për sjellje edhe jo të pëlqyeshme? Edhe vajzat kanë sjelljet e tyre, pra, si thua, themi ne të papëlqyeshme, por edhe djemt, nuk është se ka një ndarje, sepse këtu prirjet janë të ndryshme dhe ato që parapëlqejnë ata të priren, janë edhe për djemt, edhe për vajzat. Për shembull, djemt do duan të priren që mund të përdorin, ashtu dhe vajzat, lëndë të panevojshme, të cilat ne i mësojmë në lëndën e biologjisë, edhe kemi tema të veçanta për mos përdorimin e tyre të këtyre lëndëve të panevojshme, si duhani, alkooli, drogra të ndryshme e të tjerë. Ndjes të pyes, në shkollë, në komunikimin e përditshëm që keni me fëmijët, kur ka ngjarje që janë të rënda dhe ato që ne i kemi parë, a ka një formë reflektimi vetë e fëmijët, apo mund të jetë, kam fjallën për ngjarje dhe shumë të rënda, si që ishte ajo tek shkolla Fanoli, por ngjarje të tjera që kanë kaluar në vetvrasje, apo nga bullizimet, në këtë komunikim të përditshëm me fëmijët, ka një reflektim, mbasi ndodh diçka dhe zgjat në kohë, apo si është? Ka një reflektim, por reflektimi ai që unë kam parë, kam djerë dhe kam kuptuar, tek ata është për një periudhë të shkurtër. Pra, si të thua, është më tepër ajo ndjesia e momentit, ajo keqardhja ose pse ndodhi. Mendoj që duke punuar çdo ditë me ta, edukojmë, i mësojmë edukimit, pikërisht për t'i parandaluar këto fenomene. Dhe ne në biologji kemi shprehje që duhet t'i parandalojmë konfliktet, duhet të parandalojmë sëmundje të ndryshme, pikërisht nëpërmjet edukimit. Pra, nuk do të shkojmë tek pjesa e fundit, duke menduar atë gjithmonë, por duke ecur hap pas hapi, çdo ditë të sigurt në atë që ne bëjmë. Sepse duhet i qëndroj pak pjesës kur ka lajme që na kanë tromditur. Dhe kjo për të mos kaluar dhe për të mos dëgjuar më lajme tjera, që sigurisht ngjarjet nuk është se do të marrin fund sot. Ne shpresojmë shumë që të kemi vetëm lajme të mira edhe në edicionet e lajmeve që japim, por gjithsesi ndonjëherë ka situata që mund të kthehen edhe në të pashmangshme. Por me aq sa ka në dorë për të bërë një mësues, një psikolog, një prind, apo është që të punoj për gjatë gjithë kohës dhe jo pasi diçka ndodh dhe të mund të flitet. Është e vërtet, edhe unë mendoj që ka shumë në dorë për të bërë. Më thënë, nuk duhet të mblidhemi
të ngërëm zërin, normalisht vetëm atere kur ka ndodhë si fenomene, por duhet që të punojmë çdo ditë me një përgjegjësimë shumë të lartë, me një ndërgjegjje shumë të lartë të gjithë këto hallka. Të parët janë mësuesit në shkollë, të cilët monitorojnë dhe sjelljet, që kur fëmia futet në klasë, monitorohet sjellja e fëmijës. Ju keni hasur ndonjëherë në vështirësi që keni raportuar tek prindërit ndonjëherë? Po, patjetër. Kam hasur vështirësi, sjellje ku ndihet fëmia i mërzitur, i stresuar, i bullizuar ndonjëherë? I bullizuar ndoshta jo në një shkallë të lartë, sepse identifikojnë problematikat, por kam hasur dhe në të gjithë eksperiencën normalisht që ka shfaqen situata të ndryshme, sepse dhe nxënësit janë të ndryshëm, vinë nga familje të ndryshme, nga karakteret të ndryshme, por ajo çfarë më ka bërë është që të tregohem e hapur për ta dëgjuar këtë nxënës, për ta dëgjuar me vëmendje. Pra këtu fillon hapi parë, që kur ai vjen në shkollë, jo vetëm unë, po gjithë edhe stafi dhe kolegët janë të predispozuar për të studiuar dhe sjelljen, së bashku me psikologët, sepse ndodhin ndryshime, mund të ketë probleme në familje, të cilat i përcjell në shkollë. Pra, nuk është se problematikat mund të lindin vetëm në shkollë. Problematikat mund të lindin në familje, mund të lindin në lagje, në orët e vona, që fëmijët mund të rrinë në telefon, e tjerë. Pra, ka situata të tilla. Ajo çfarë na bën është që ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, të cilët pasi kemi komunikuar me nxënësin, ne e komunikojmë me mësuesin kujdestar, ndjekim të gjitha hallkat, edhe me prindin, kur është e nevojshme, patjetër me psikologun, pra gjithçka bëhet për shkallëzim, nuk e nënvlerësojmë rastin. Mund të ketë patur ngjarje që edhe mund të degradonin, por janë kapur në kohë. Po, patjetër. Unë kam këtë si objektiv. Ideja është që duke qenë transparent, atëherë sado problematika të ketë, ne themi si shoqëri, jo vetëm si mësues, dhe e këm ngull që dhe e besoj këtë që në çdo rast mësuesit kanë një potencë, një fuqi të jashtëzakonshme, duke i studiuar sjelljet, u vinë më kollaj dhe më thjesht dhe më afër në ndihmë dhe i parandalojnë këto probleme. Pra, është një lidhje shumë e ngushtë me nxënësit. Një pyetje drejt për drejt. Nga vëzhgimi juaj, dhe nga ajo që ju konstatoni, sa punojnë prindrit me fëmijën, me adoleshentët? Kur them punojnë, e kanë fjalën sa flasin, sa komunikojnë, sa pranë duke, sepse kjo reflektohet më pas edhe në sjellje, në komportim. E kuptoj, po. Në vëzhimin tim të përditshëm, por edhe në ato të mbledhjeve me prindrit që kam vëre, e vëre që interesimi shumë i lartë. Për më tepër që edhe mbledhjet bëhen të përmuajshme, dhe kjo është gjë për të përgëzuar nga stafi drejtues, por edhe nga marrëdhënia e mësuesve me prindrit. Se sa punohet, ajo reflektohet, pra nuk është se reflektohet edhe tek ne në shkollë, dhe ne aty e shikojmë atë diferencën. Kjo ka të bëjë dhe me nivelin e prindrit, niveli arsimor, koha cilësore që prindrit kalojnë me fëmijët, është shumë e rëndësishme. Sepse duke mos patur kohë dhe prindrit duke angazhuar, çfarë bëjnë? Normalisht do kenë ndikim tek fëmia, po duke patur ndikim tek fëmia, do kenë ndikim tek nxënësi ynë, do kenë ndikim tek një shok, një fëmijë kështu me radhë, komunitet, dhe janë të lidhura shumë zinxhir me njëra tjetrën. Por çfarë e ndihmon realisht gjithë këtë marrëdhënie, thash pak më parë që ekziston këshilli prindëror që bëhet, edhe një ndër pikat e tjera është për të vlerësuar edhe terapia artit që bëhet për fëmijët në këtë fazë adoleshencës, por edhe për prindrit, duke shkarkuar në këtë mënyrë edhe energji negative, duke u marrë edhe me art, edhe me konkurse, edhe me veprimtari të ndryshme, që ndihmojnë shumë pozitive. Nga elementët kyç, se çfarë duhet bërë dhe si duhet të ndihmohen adoleshentët kur kemi të bëjmë me raste si bullizmi, apo specifikat të tjera që mund të burojnë nga gjëra më serioze, ndoshta edhe nga vetë familja, apo nga rrethanat ndryshme. Si ndihmohen adoleshentët dhe sa të gatshëm janë ata për të folur me psikologun nga vëzhgimi juaj i përditshëm në punë? Po, është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse duke parë që është një fenomen shumë i përhapur në shoqëri, ajo çfarë konsistoi unë dhe vëre është që në situata ndoshta të vogla, po jo shumë të rëndësishme, ne u vëmë rëndësi.
Pra, ndoshta një situatë midis sepse fëmijët në këtë moshë çfarë bëjnë? Ata mund të luajnë me njëri tjetrin ose mund të thonë diçka, një fjalë apo një situatë të krijuar me njëri tjetrin dhe e thonë ne bëjmë padashje. Pra, kjo duan të dalin ne bëjmë padashje, po këtu qëndron ajo gatishmëria ime apo edhe kolegëve edhe të gjithëve që të zbuloj a është vërtet një shaka apo është diçka që ai po e thellon, ta hetoj rastin. Dhe kjo duhet dhe realisht bëhet e përditshme duke e hetuar rastin dhe jo duke e lënë në heshtje. Pse e them këtë duke lënë në heshtje? Sepse dhe ato raste të cilat ju me të drejtë përmendën që janë adoleshentë dhe janë fëmijë të cilët janë ndjerë jashtëzakonisht shumë, apo mund të ketë edhe sot që dhe na dëgjojnë, mendoj që janë raste të cilat duhen ndihmuar, ndoshta nuk është hetuar, pra nuk është faji atyre. Nuk mund të them faj, por secili prej nesh në punën ku bën edhe ku është, ka një përgjegjësi të plot për këta adoleshentë të cilët mund të ndihen të pollizuar, të konfliktuar apo të shfaqin dhe probleme tjera të skajshme. Pra, është hetimi ai dhe ti qëndrosh dhe rastin duhet ta çosh deri në fund. Jo që të ecësh me atë ide që u pajtuan këta fëmijë dhe gjithçka, sepse ne nuk e kemi zbuluar ende në mendjen e këtij fëmije. A ishtë diçka serioze, apo ishtë diçka... Pra, është një pikë shumë e fortë, Nisidat. Falenderoj shumë për këtë pjesë, sepse këtu fillon, ai zbulimi, do me thënë, hetimi, zbulimi, se çfarë ka në mendje ky adoleshent. A e ka seriozisht të shaka? A e ka përsëritur më me shokun? Se po e përsëriti kalon në një ndjesi më ofenduese, bollizuese dhe në stadiet të tjera të mbylljes në vetvete të adoleshentit e tjerë. Tani, falenderoj shumë që ishte me mua në këtë studio dhe të thamë disa detaj dhe disa gjëra shumë të rëndësishme në këto minuta që ju kanë shërbyer adoleshentëve, prindërve dhe të gjithëve atyre që na ndjekin dhe kanë kontakt dhe kanë të bëjnë me adoleshentët për të bërë fëmijë, adoleshencë, fëmijë mes adoleshencës dhe të rriturve, për të bërë më të mirë në jetë. Për të bërë më të mirë, për të bërë më të zotë, më të aftë dhe për të ndërtuar shoqërinë në cilën e jetojmë, më të suksesshme dhe më të arrirë. Unë këtë uroj. Të falenderoj shumë Nisida. Dhe të uroj shumë suksese në punën tënde, gjithashtu edhe suksese gjithë stafit edhe televizionit tuaj. Ishte emisioni kjo javë për këtë të shtunë, nderuar shikues, ritransmetimi është sot në mbrëmje pas orës 23, në rrjetet tona sociale mund të na ndiqni në Facebook, në Instagram, gjithashtu në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, aty është emisioni kjo javë ku ju mund të gjeni të gjitha zhvillimet, temat dhe intervistat në studio në balkanweb.com për çdo detaj të minutës fundit. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, miru takofshim të shtunën e ardhshme.